këta kanë hallë kryetarin e lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë lëvizjen vetëvendosje. Ne i kemi kryer obligime që kemi pasur, pra me dorëheqje, secili nga ne. Por si që keni parë, ndodhi një situatë pa precedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e komisionit për verifikimin e korumit dhe mandateve, të cilin komision e kryesoi deputeti i lëvizjes vetëvendosje, me cilin jam bashkë këtu, zoti Arkan Abrashi, i cili do të flasë edhe për punën e këtij komisioni. Pra është një situatë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe i gjithë materiali që i është servuar gjithësisht përcjellur deputetëve të komisionit ishte ai që ka dalë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Pra ajo që ka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozitë, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë lëvizjen vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hallë me listën serbe. Nënkryetari i secilit subjekt politik ka bërë sulm terrorist në territorin e Republikës Kosovës, me rast të zhvrar një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hallë vetëvendosjen dhe kanë hallë Albin Kurtin. Prandaj edhe një herë ta ripërsëris, ne si kabinet i kemi kryer të gjitha obligimet që i kemi pasur, sipas ligjit, sipas kushtetutës, por që këta nuk ishin të interesuar ta konstituojnë Kuvendin e Republikës Kosovës, këta po tentojnë që ta vonojnë konstituimin e Kuvendit Republikës Kosovës dhe jemi në këtë rrethanë të tillë. Siç e keni parë, kryesuesi i seancës konstituive, zoti Dehari, ka thënë që për shkak të rrethanave do të njoftohet presidentja dhe tani e shohim pastaj pra se cili do të jetë vazhdimësia. Dhe rrjedhimisht, duke qenë që sot ka qenë seanca konstituive, para se kjo seancë konstituive të ndodhë, ne i kemi kryer obligime që kemi pasur, pra me dorëheqje, secili nga ne. Dhe ne kemi pasur një komunikim me përfaqësuesin e PDK-s për këtë çështje, ta letra s'më bindi. Çka ti bëjmë? Nuk e pas ka bindur letra, kush e bind? Pra duket qartë që nuk kanë pasur interes që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe për këtë do të mbahet përgjegjëse opozita. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në kaluarën, prandaj ju lutem që ta mbani përgjegjëse opozitën për këtë situatë.